Të dashur shikues të emisionit prive, mirë se po takohemi sërish bashk edhe këtë shtunë, ku gjatë mbrëmjes së sonshme ju kemi përgatitur materiale nga më të lloj-llojshme sa i përket fytyrave tona publike. Unë besoj që gjatë javës keni qenë me ne përmes faqes tonë prive.al e gjithashtu edhe përmes kanalit në YouTube me emrin Prive Klan Kosova. Ndërkaq mbrëmjen e sonshme e nisim me sfidatën e fundit të dizenjatorit Valdrin Sahiti, e cila u mbajt ecën mbrëma. Ai na solli rreth më shumë se 100 veshje për femra, gjithashtu edhe për meshkuj, të cilat secila ishte më e bukur apo më glamuroze se tjetra. Si shkoi kjo sfilate? Kush ishte i pranishëm nga yjet? Çfarë thanë këngëtarët tona të cilat vishen nga Valdrin Sahiti për koleksionet të cilat sapo i pan? Gjithashtu kemi edhe emocionet e Valdrinit që e përcollën gjatë mbrëmjes së ecës mbrëma. I ndjekim bashkë në vazhdim në një material të përgatitur nga kolegu ynë Florian Halili. Stres, nervoz, siklet, punë pa orar për ditë me radhë për stafin e dizenjatorit Valdrin Sahiti. E kjo krejt falë sfilatis së tij me titull Mokita, që prezentoi veshje të punuara për një kohë të gjatë që në numër ishin mbi 100 për të dy gjinit. E mërkura ishte dita që do finalizonte detajet e skenës, veshjeve e gjithçka rreth organizimit. Modelet në ndërtimin e Durata Lipovicës po bënin provat e fundit për ecje në pasarelën e bardhë. Tani të gjitha veshjet vetë kishin arritur në prapaskenën e rezervuar për vajzat që do t'i prezantonin veshjet me 3 ngjyra, vjollc, kuq dhe zi. Stresi ishte i paevituar në çdo moment që po kalonte. Një staf i tërë po funksiononte në një formë të organizuar që secili po merr me detajet e fundit deri të nesërmën, kur edhe do të ishte nata e madhe për dizenjatorin. E enjta do finalizoj punën shumë ujore për sfilatin e Valdrinit. So cold. It's God's work. I ain't got nothing to do with this. It's God's work, man. It's God's work. I ain't got nothing to do with this. Tani të ftuarit do të shijonin punën e tij, teksa do shihni modelet duke prezantuar veshjet e koleksionit Mokita. Njëkohësisht do ambientoheshin me vendin sallën transformuar në 2 ngjyra, bardhë dhe zi. Gjithçka ishte në vendin e duhur, hapësira, vendi për intervista, logo e markës VS, ndriçimi, zërimi, koktej, paraprak e shumë detajet e tjera që po e përmbushnin mozaikun për një natë mode. Valdrini të në qka kërkan, ne ndoshta të marrë parasysh që sa vite bashkëpunojmë, sa këtë çfarë kërkan edhe ai e ka shumë të lehtë me kërku prej neve sepse e din që na e realizojnë. Domethënë kur ka dashur të më humbesh komplet salla me të zezë, ajo më realizu, testat, çka që është shumë problem, nga letrën e zezë bot, printimi me ngjyrare, ashtu që ka kërku. Çdo gjë po afrohej, fytyrat publike që vishën nga marka VS po shkëlqenin në hyrje me plot glamor. Fjalët e mira për bashkëpunëtorin shumë vjeçar nuk mungonin. Po jam shumë e lumtur që jam këtu sot sepse është një ditë shumë e veçantë. Është një event kontent në botën e feshës shqiptare. Është me shumë dashuri nga Valdrini, unë në fakt kam shumë një brëndësi, edhe
jam shumë e lumtur për të ditë sot për të. Po më shumë e lumtur jam që ky koleksion do të jetë në zhanën më të Tirana altar. Nora. Do të qatë bukën sa që zita e në Fashion Week Milano e Pareta në zanë që shumë burime për shokën të më të mirë dhe të shpresoj që hala është dhe shpillimi këna në kasa në hala më të mirë. Tuna. Qeresh kësh mungu mundesin lëkurta, kësh mungu bashkëpunime me Valdrinin edhe jam shumë me entuziasmume për filatën, për ato që një surpriz apetita e që mundin me këtu e ti që ka paralemru një kolekcion pa pa. Dhe besoj që të na me kalu bashkë më mundin shumë shkja e për asë që këtë s'ku të marrë me të qirime, që besoj që këna me kalu një fundë. Leono. Me thënë drejtën, që ta hyra më duk tepër interesante, shumë bukur, shumë stylish. Shumë bukur, tash po e shoh. Kur thua Valdrin Sahiti, do me thënë ke thënë diçka mbi modën, diçka mbi të bukurën, diçka mbi stilin, diçka mbi të veçantën. Unë pres që të befasohem nga Valdrini, si që ndodhë gjithmonë, kur ai organizon, merr përsi për të organizuar diçka. Kjo sfilat është alla Valdrin. Unë kom qenë prezente në 2 sfilatat e tij dhe di sa stresin është e përjetu tani edhe sfilatat e tij gjithmonë ka qenë të organizuar mirë. Po pres diçka shumë bukur sonte, shumë madhështore si gjithmonë që është me buaj. Menina shumë mirë, ma ndryshe, ma interesante, kena qitë vepin pak në shëtitje. Mungon asgjë si kur t'jem në Milan Fashion Week ose në Paris Fashion Week dhe në fakt më dyshoja që Valdrini do bënte diçka të tillë. Po ne me nëzigjej numra ose kom probleme për kujna më vesh. Po s'di kjo gruja ka qef për të Ariana, unes jam pak ma ndryshe, po erdha, pse jo, kom qef për i po, njerës që veshet mirë. Më pëlqej glamure, më pëlqej skena, më pëlqyn Musafer, Valdrini që sa dash me bo një revi, e ka bo double revi, edhe ke pak si e papane. Valdrini përkundër punës së madhe që kishte për sfilatin e tij, nuk tradhtoi për asnjë moment bashkëpunëtorët që i qëndruan besnik. Ai përsëri i veshi ato. Valdrini normal. Unë edhe sonte e kom festonin e Valdrinit vesh. Sonte jam vesh prej Valdrinit, Sahitit, për shëndes, edhe të këshyrim qa ka bo, nashta ja veshim kejterat. Edhe pëstona ka? Nashta. Teksa të ftuarit po zirin vendet e tyre, mbrapa skenës me modele po ndote hallakama, veshje, grim, flok, shkurtim, zgjerim, ngushtim e kështu me radhë në pak minuta, deri të dalja para të ftuarve. Na i di edhe qa mi u veshe da omi. Heq bre, heq, viqerre, okej? A ban? Dhe tani, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. Pas një show të madh të përgatitur në formën më të mirë, erdhi fundi Mokitës. Valdrini do bënte edhe përshëndetjen me të ftuarit. Nën këngën e kënduar nga Ghetto Gjizi, kushtuar markës VS apo Valdrin Sahiti. Ka qenë koleksioni që kom punu me mas shumë të dashuri ever, që kom punu në herë. Koleksionet e mia dhe ju një shumë mirë krahas njerëzve ma dashur, të cilë të më rrethojnë mu për çdo ditë, me të cilë punoj për çdo ditë. Mokita nuk kupton diçka të cilën shumë kush e din, por nuk e thot. E në këtë rast Valdrini nuk ka ndërlidhur emrin e sfilatës me veshje. Kuptimi i fjalës Mokita është kur
Të gjithë njerëzit e dinë, por askush nuk flet. Domethënë është një sekret i heshtur, që nuk është sekret. Veshje unike me stil të veçantë, fustana super glamuroz, Valdrini edhe njëherë bindi klientët e tij se është unik në atë që bën.